vajzës i ka rrë defekt në klasë, ajo ka problem me aritmi. Nana e nxënësës që është në klasën sonde, nana e apo më dëgjën? Disa herë e mavjosme në shtëpi. A ti se duhet prap telefoneve të quave? Kur drejtoresh? Gjithë nxënësave tjerë ju shpërnda testi veç vajzës jo. Një prindje cila e ka vajzën në klasën e 8 në shkollën filluar të mesme të ulët Hasan Prishtina këtu në kryeqytet, pretendon se i ka dalë të lashëm me drejtoreshën e shkollës si dhe kujdesarin e klasës. Fillimisht sipas prindit vajza është bullizuar për shkak të pamjes së saj fizike, me qëra është detyruar që ndjandrojë klasën. Pas kësaj lëvizjeje, prindi pretendon se vajza nuk është mirëpritur as në klasën tjetër. Me qëra sipas saj, kujdesarja dhe dy shoqet e kujdesares nuk po e notojnë sipas meritave. Për më shumë, ndiqni historien. Në fillim, jom detyruar ja ndru klasën për shkak bullizimit që ka pas në të klasë, për shkak pamjes të saj fizike që ka qenë e dobët dhe e imt, edhe filloi vajza prej nxënësve tjerë me pas bullizim. Për këtë arsye dhe vendosa me ndru klasën, edhe pse më kanë me shumë vështirësi ku ndru klasën, se nuk ka pranu drejtoresha e shkollës Hasan Prishtina, Sofia Bunjaku. A ka qenë ndjeni për bullizime? Po, kanë qenë në ndjeni, po nuk kanë marrë asnjë mas ndaj problemit që unë e kom paraqit çdo herë. Mandej, kur kaloj në klasën që e deshi, kujdestarja fillimisht duke marrë parasysh që vajza ka ardhur me një gjendje më të rënduar, nuk e kam mirëprit as pak mirë. Aty filluan edhe problemet, për shkak që nuk e di pse ka prit në mënyrë armiqësore, edhe pse kom prit mirë kuptim nga kujdestarja për shkak që edhe ajo djalin e saj e ka marrë prej shkollës tjetër edhe ka pru në klasën e saj. Kom pas përshtypje që ka me mirë kuptu edhe vajzën time dhe ka me mirë prit si djalin e saj, po ndodhi e kundërta. Vajza filloi me më ardh disa herë e mavjosme në shtëpi. Buzën, hunën, kokën, synin, edhe unë si prind thash hajt se fëmijë janë, aty pëllahën, aty pajtohen, e tolerova një herë, e tolerova dy herë, po në tretën herë, normal si çdo prind qysh reagon, edhe unë kom reagu. Masi që shkova në shkollë, ajo nuk më ka mirë prit as pak mirë, sa që edhe në mënyrë shumë të vrasht më ka kap edhe më ka nxjerr jashtë klasës. Në bazë të rregullorës të shkollës Hasan Prishtina nuk është e lejuar me hyj prindi në klasë. Mandej filloi puna u bë pak më e madhe, erdhën edhe prindë e atij djalit që e ka rrafë vajzën, po ishin me një post pak më të lartë, na ishim si familje mesatare, edhe pash që nuk po merr kurkush, nuk po merr askush parasysh. Djali ka dërguar edhe mesazhe kërcënëse vajzës. Po, mesazhe banale, të cilat unë ja kom tregu edhe prindit të tij, po fjalë të ndyta. Po, fjalë shumë të ndyta që një fëmijë klasës 8 nuk e besoj që mundet mi përdor ato fjalë kaq të ndyta. Kujdestarja nuk ka marrë masa, në të kundërtën, vajzën time e ka shpall fajtore, sa që të nesëmën me një herë e ka marrë, e ka ullë vetën, u mundu me izolu nga shokët tjerë, shoqet e tjera, po edhe duke e kërcnu, tu i thonë, kome të nxjerr, kome të kthy në klasën ku ki qenë. Halli është që vajza ka fillu me pas edhe probleme psikologjike, që na vazhdimisht dy herë që janë në ndjeni edhe kujdestarja edhe drejtoresha e shkollës që vajzës i ka rrë edhe defekt në klasë, ajo ka problem me aritmi të zemrës, ka 2-3 muaj që na vazhdimisht po e dërgojmë tek psikologu për trajtim, edhe gjendja e saj vetë se po shkon duke u rëndu.
Kujdestarja edhe dy arsimtarët tjera si gjeografisë edhe e gjermanishtës, ku i ka dy shoqe të ngushta, po hakmerën në nota. Rasti i vitit kaluar ka qenë kur vajza ime ka bo testin edhe për testi ka hup i saj edhe gjithë nxënësave tjerë ju shpërnda testi veç vajzës jo. Tash rastet e fundit që po janë, çdo herë sa herë ne kërkojmë testin prej e kujdestarës për vajzën time që me rishiku me pa vlerësimin e vajzës, ajo nuk na jep testin. As ty si prej nuk ka testin? Jo. Unë e kom kërku prej drejtoreshës shkollës e kam bo një kërkes për me u formu një komision i jashtëm për vlerësimin e 3 landëve të vajzës. Drejtoresha merr e kthen si me një mënyrë si as pak serioze, e kthen letrën që mundeni me pa edhe jo. Jemi shumë të shqetësuar për shkak që edhe është vazhdimsi në stres, vazhdimsi në ankth, ndodh ka raste që vonë natën po e dërgojna edhe në emergjencë. Arsimtarë tjerë qysh sillen me vajzën tënde? Shumë mirë, nuk kam problem A asnjë kemi arsimtar arsimtarët e tjetër. tjerë? Çka Po, thonë për është vajzën? shumë e sjellshme, është shumë inteligjente, është një fëmijë që unë si çdo prind e thash edhe më herët e njeh fëmijën e vet. Unë e di se sa aftësi ka dhe se sa mëson. Po vajza po ka ngeci pikërisht te kujdestarja dhe dy shoqët e saj. Po, te dy shoqët e saj edhe te ajo. Më ka shku mendja mi antru shkollën vajzës, po që tash që e ceka edhe më herët është me një moshë shumë të ndihshme, edhe kontrolla nëse dërgoj në shkollë tjetër është ma larg vendbanimit ton, kontrolla ka me kon nuk ka me kon njëjtë si qysh është në këtë shkollë, edhe kom frigu që po ndikon edhe ma shumë psikologjinë e vajzës, se është në pyetje vetëm edhe një vit ka në mbet. Nëse nuk merret asnjë mas, unë kom vendosur që këtë javë të bëj edhe kallëzim penal ndaj kujdestarës të klasës, edhe kam u njoftu inspektorati i arsimit për këtë punë edhe mandej ta shohim se çka po ndodh. Pas rrëfimit të prindit, ne kemi ardhur në shkollën Hasan Prishtina për të takuar drejtoreshën si dhe kujdestarën e klasës. Mirë, po për fat të keq, ato nuk gjenden këto. Shpresojmë që të marrin përgjigje përmes telefonit. Alo, përshëndetje, apo flas me drejtoreshën e shkollës Hasan Prishtina? Jam Leonora Goluka, jam gazetare në Reporter. Lutem, unë jam në ta keni trajnim të klanaria për momentin po të do të jemi shumë zonë. Drejtoresha dhe dje ku marrë me takus, dje kanë kallëzu, po më duhesh për një prononcim. Po tregu për pesë kush. A bisedojmë prapë telefoneve ndëgjove. Kur, drejtoresh? A ta shoh kur kërkot, lutem. Ama po më vjen një prononcim që mos ta qesim storën pa versionin e juaj. Po kur të lirohesh më thirrë dhe bisedojmë. Okej, faleminderit. Edhe ty. Apo vlas me zonjën Shyti? Po. Zonja Shyti, unë jam Leonora Goluka, jam gazetare në Reporter. Po. A kishe pas kohë për një bisedë në telefon? Ose live nëse je e lirë? A jeni në shkollë, se unë jam qëtu para shkollës, po më thanë që nuk jeni këto? Jo, po për çka ti do të them shkollën tjetër? Dje unë e kom taku një prind. Apo më dëgjon? Nona e nxënësës që është në klasën sonde, nona e Apo më dëgjon? Kujdestarja klasës mori vesh për çka kemi thirr, edhe vendosi me na nol telefonin gjithsesi. Na po provojmë me thirr edhe një herë për me marrë një përgjigje. Kujdestarja vendosi mos me na hap më telefonin, gjithsesi na informuam se për çka edhe për kënd pe thirrjen për me marrë prononcimin edhe versionin e saj.